Organizata për rritjen e cilësisë në arsim ka mbajtur një aksion para Kuvendit të Kosovës sot më 27 prill 2026. Ata po pretendojnë se në Këshillin Shtetëror të Cilësisë në Agjencinë e Kosovës për Akreditim po tentohet të bashkangjitet një person jo kredibil. Ata po kundërshtojnë propozimin e qeverisë që Driton Vela të votohet për antar në Agjencinë e Kosovës për Akreditim. Driton Vela ka qenë kandidat për deputet i lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet parlamentare më 2019. Vela kishte kandiduar për antar në Këshillin Shtetëror të Cilësisë, por nuk ishte përzgjedhur. Çdo vendim që cënon pavarësinë dhe kredibilitetin e Agjencisë së Kosovës. Orka po pretendon se me këtë rast po cënohet pavarësia e institucionit. Driton Vela bashkë me Florim Gallopenin dhe Shkurt Bajgorën janë të propozuarit e qeverisë për antar në Këshillin Shtetëror të Cilësisë që presin sot votimin në Kuvend. Raporti i Komisionit Vlerësues është proceduar përmes Ministrit Çeku në qeveri në mënyrë urgjente në orën 23 të ditës së martë, me 22 prill. Ky raport është procedu nga Ministri në qeveri pa qartësi nëse raporti është nënshkruar nga të gjithë antarët e Komisionit Vlerësues, ndërsa kandidatët të refuzuar nuk kanë marrë njoftime zyrtare dhe nuk është respektuar afati ligjor për ankemim. Kjo mënyrë e procedimit të shpejt të antarëve të ri të KSHC-s ngre dyshime serioze për integritetin e të gjithë procesit. Në një nga arsyet kryesore të përdorura për me justifiku këtë proces të përshpejtuar, është pretendimi që Bordi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, pra Këshilli Shtetëror i Cilësisë, do të mbetet pa quorum dhe si i tillë do mund të bllokoheshin të gjitha proceset në arsimin e lartë. Megjithatë, përbërja aktuale e këtij organi garanton funksionimin e tij edhe për një periudhë të konsiderueshme kohore. Në vitin 2023, në një proces të ngjashëm, për shkak të deklarimeve të pasakta në aplikim, konkretisht për pretendimin se kishte rol akademik si bartës i programit në Universitetin e Prishtinës, për shka ishte demantuar nga vetë Agjencia e Akreditimit, dhe për paraqitje të pasakt të përvojës së tij akademike, Driton Vela ishte diskualifikuar nga aplikimi në vitin 2023 për bord të Agjencisë të Akreditimit. Në tetor të vitit 2025, ai u përfshi në një incident publik me sjellje jo akademike gjatë një mbledhje në Këshillin e Fakultetit Mjekësisë, ndërsa në shkurt të vitit 2026 atij i është shqiptuar vërejtje me shkrim nga Universiteti i Prishtinës për cënim të imazhit të institucionit. I ftojmë deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës që në ushtrimin e mandatit të tyre për ta mbrojtur interesin e qytetarëve dhe interesin shtetëror, që përfshin edhe ruajtjen e pavarësisë dhe integritetit të institucioneve të pavarura, të mos i votojnë këta emra të përbërjes së re të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në seancën e sotme. Ky proces nuk i plotëson standardet minimale të transparencës, meritës dhe ligjshmërisë dhe si i tillë duhet të refuzohet, duke hapur rrugë për një procedurë të re, të drejtë dhe të besueshme. Në të kundërtën, ata, vetë deputetët, do bëhen bashkëpjesëmarrës në cënimin e pavarësisë dhe kredibilitetit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim. Këshilli Shtetëror i Cilësisë është organ vendimmarrës në Agjencinë e Kosovës për Akreditim për vlerësimin dhe akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë. Kallzo.com ka provuar që nga java e kaluar të marrë përgjigje nga Driton Vela në lidhje me këto pretendime, por ai nuk i është përgjigjur as pyetjeve e as telefonatave të Kallzo.com. Po ashtu, pyetjeve të Kallzo.com deri më tani nuk janë përgjigjur as Ministri Hajrullah Çeku dhe zëvendësi i tij Përparim Kryeziu.